Strasburgu qorton Shqipërinë, vonesat në gjyqje po dëmtojnë qytetarët shqiptar. Gjykata deklaron se Shqipëria duhet të zvoglonte ngarkesën e çështjeve të prapambetura në nivele të ndryshme gjyqësore duke plotësuar vendet vakante përkatëse gjyqësore duke siguruar burimet e nevojshme për sistemin gjyqësor. Ky paragraf është kapur nga një prej vendimeve të gjykatës Strasburgut, vënë në lëvizje nga kërkues që ankohen për të zgjatjet proceseve gjyqësore. Në rastin e paditësi, drejtësia zvariti pa dalë në konkluzione për 8 vjet e 11 muaj. Për herë më shumë, qytetarët po i drejtohen Strasburgut. Në skenarët e strategjisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor parashikohet që stoku i dosjeve në gjykatën administrative të apelit të bjerë në 2030, por vetëm nëse ndryshojmë kapacitetet e kësaj gjykate, ndërhyet në ligj dhe në infrastrukturë, pra në kapacitete. Por skenari më i keq për qytetarët siç parashikon KLG. Nëse në këtë gjykatë vazhdohet me këtë ritëm, backlog edhe në 2030 do të jetë 20.000 çështje duke pritur. Kjo gjykata aktualisht së bashku me apelin e juridiksionit përgjithshëm janë më të prekurat dhe më në krizë se të tjerat. Ndërhyrjet më të shpeshta të gjykatës kushtetuese për të zgjatjen e gjykimeve lidhen me çështjet administrative dhe civile për cilat qytetarët shqiptar ankohen se është kelur kushtetuta duke i zvaritur.